ekziston për shembull institucioni i parashkrimit në në pasi kalojnë mbi 10 vjet. Pasi kalojnë ca vite, akte korruptive si korrupsionit, sidomos i korrupsionit aktiv, pra korrupsionit ku oligarku korrupton zyrtarin e lartë shtetit, po kaluan 5 vjet nga akti korruptues, edhe po të ketë prova, oligarku nuk shkon në burg. Kjo është arsyeja pse her pas here oligarkët janë thirrë si persona ndjeni për hetimin, por nuk ka akuzë ndaj tyre. Është Ilir Meta në burg, po jo Samir Mane që SPAU ka provuar që i ka dhënë ose i ka premtuar vila apo apartamente Ilir Metës për ligjin e minierave, sepse në kodin penal që kemi ne, po kaluan 5 vjet dhe masa për korruptuesit, pra ata që japin lek, jo ata që marrin lek, është më e ulët se sa masa për ata që marrin para. Dhe ajo çfarë ne do propozojmë gjatë këtij viti parlamentar përmes deputetit tonë Redi Mushi, është që e para njëherë të barazohet dënimi për korruptuesin të korruptuarin, kur bëhet fjalë për korruptimin e zyrtarëve të lartë shtetit. E dyta, të rritet dënimi maksimal, të shkojë nga 10 vjet deri në 20 vjet për korrupsionin më të lartë, dhe e treta, të mos ketë parashkrim.